Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat e horoskopit që duan jetën e luksit. Në vend të parë Demi. Demi është sinonim i komoditetit dhe kënaqësisë. E do luksin jo për të mburur, por për ta ndjerë. Një darkë me verë të mirë, rroba cilësore, arome shtrenjtë, për Demin kjo është terapi. Punon shumë, por vetëm që ta shijojë jetën në mënyrën më të bukur. Në dashuri nuk do partner të pasur, por do partner që e kupton vlerën e luksit. Nëse e çon në një vend të zakonshëm, do e ndjesh menjëherë në fytyrën e tij zhgënjimin. Demi nuk e kërkon luksin për të dukur, por sepse e ndjen si pjesë të vetes. Në vend të dytë Luani. Luani nuk jeton dot pa shkëlqim. Është ylli i vetskenës dhe çdo gjë që bën duhet të ketë klasë. Rrobat, vendet që frekuenton, makinat, partneri, gjithçka duhet të reflektojë status dhe stil. E do shumë luksin sepse e ndjen që e meriton. Nëse të do, të përfshi në botën e tij plot shkëlqim, por kujdes, mos ja zbe ndriçimin. Luani është tip që nuk pranon kurrë mesataren, ose më mirë të ketë më të mirën ose mos të ketë asnjë gjë. Për të luksi nuk është shpenzim, është mënyrë jetese. Në vend të tretë Peshorja. Është e dashuruar me bukurinë, estetikën dhe harmoninë. Peshorja nuk kërkon domosdoshmërisht para, por kërkon finesë. Në çdo gjë, që nga shtëpia, tek veshjet, mënyra si flet, do elegancë. Ajo di si të jetojë bukur edhe me pak gjëra. Nuk e sheh luksin si numër, por si përvojë. Një kafe në një vend të qetë, një udhëtim estetik, një aromë që nuk e ka askush. Në dashuri, nuk e tund dot me dhurata, por me stil. Ajo është luksi i heshtur dhe nuk ka nevojë që ta tregojë, sepse kjo gjë ndihet në qenien e saj.